që nuk e ka thënë asnjëri deri më sot. Gjykata kushtetuese zotëri ka vepruar dhe vepron në kushte të një terrori të jashtëzakonshëm shtetëror, të një presioni të pakrahasueshëm dhe të papar deri më sot. Do të thënë, hajdutëve të gjithë botës më tashmë, jo më të Evropës e Shqipërisë. Edi Rama ka ushtruar të gjitha presionet e mundshme që gjykata kushtetuese ta vërë në shërbim të tij, gjë që nuk arriti ta realizoj, falë dhe ndihmës së miqve tanë amerikanë që i treguan vendin dhe i thanë stop. Natyrisht gjetën një modus vivendi, një mënyrë të shkëlqyer për t'ia hequr mundësinë atij që të bëjë presion dhe ndërkohë të shkojë drejtësia në vend, sepse për atë nuk ekziston ligji që të jetë ai postulati të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Për atë ka vetëm një gjë, unë jam ligji, unë jam shteti, unë jam ai, unë jam fuqia, unë nuk bëj gjë, unë nuk zhduk, unë nuk çfaros. Pra, e përshëndes të edhe njerë vendimin e gjykatës kushtetuese se gjeti një zgjidhje shumë të mirë dhe përshëndes edhe gjatë gjyqtarin Beci, i cili i hoqi mundësinë e Edi Ramës që të bëj çfarë të dojë dhe të mbaj në pushtet një hajdute, një bashkë hajdute, sa ai ishte hajdut bashkë me të dhe ajo ka vjetur bashkë me të. Por ndërkohë, dua të them 5 fjalë për Belinda Balluku. Zonjë, si që shikon, nuk i shpëton dot drejtësisë. Si që shikon, e dim, ja ta them unë që e dim. Si që shikon zonjë, Edi Rama nuk ka më mundësi ligjore që të veprojë në interes tënd, por të veprojë ligjin në interes të shtetit dhe të popullit shqiptar. Prandaj unë të këshilloj ty zonjë, të lehtësosh pozitën tënde, se në fundit gruaje, edhe një grua është e dobët para presionit të një mashkulli edhe aq më tepër të një personi që ushtron një diktaturë të papartë komuniste në Shqipëri, edhe pse ti rrjedh nga një familje komuniste, por të këshilloj që të shkosh në SPAK, të shkosh në gjykatën kundër krimit dhe korrupsionit, të thuash të vërtetën e pakontestueshme që ti ke vepruar me urdhër të Edi Ramës çfarëdo lloj veprimi që ke bërë dhe të denoncosh të gjitha aferat që keni bërë me Edi Ramën. Zonjë, Edi Rama aty po të fundos, jo vetëm ty, po dhe të gjithë rrethin tënd. Thirrje mendjes për mua, ti bësi të duash. Po thirrje mendjes dhe shko në gjykat dhe thuaj të vërtetën, thuaj dhe në media. Se ke aftësi dhe mundësinë që të dalësh në media dhe të denoncosh të gjitha aferat që keni bërë me kryebanditin Edi Rama. Avokat, ka nga ata që mendoj që gjykata kushtetuese, pavarësisht se është vendosur aty edhe paguhet për atë punë, nuk ishte këllëqe që të vendoste të merrte një vendim që do shënonte një precedent për të ardhmen. Pra nuk vendosi një precedent për këtë çështje, po e la ashtu siç je. Tashmë ne nuk e dim nëse një antar i gjykatës i Këshillit Ministrave mund të pezullohet apo jo. Sepse 4 antarë thanë që duhet merret leje në parlament, 4 tjerë thanë që jo. Pra, tashmë mbetet e hapur. Edhe nesër gjykata mund të kërkojë edhe gjysmën e pezullimit të Këshillit Ministrave. Kjo është ndërhyrje e drejtësisë e gjyqësorit në vendimet e Jo, ky është një mashtrim dhe një pislëk që kërkojnë që të interpretojnë ligjet dhe rregullat e shtetit. Zotëri, hajduti arrestohet. Po atëherë mos e pezullo, po arrestoje. Është prerë urdhri i arrestit. Këta e pengonin. Edi Rama me gjykatën kushtetuese dhe me kuvendin. Jo, po flasim për masën e parë, kërkesën për pezullim, jo masën autorizimit, pra kërkesën e autorizimit për masën e arrestit.
Pra ne nuk e dim. Tani, Nesër ata mund të tani. thonë i teket gjykatës në presion ndoshta edhe të huaj, të fuqive të huaja që do kërkojnë pezullimin e kryeministrit, cili do qoftë ai. Po kjo është ndërhyrje. Jo, më fal një minutë. Dale, se po keq interpretohet e drejta për të kërkuar drejtësi. Po pezullohet, po shkelet e drejta më demokratike për ligjet e shtetit dhe në drejtimin e ekonomisë së Shqipërisë. Zotëri, janë zbuluar aferat jashtëzakonshme korruptive të urdhëruara nga Edi Rama dhe të zbatuara nga Belinda Balloku. Belinda Balloku praktikisht është kapur në flagrancë, sepse ka shkelur ligjin. Jo antare, të lutem, jo antare qeverisë jetë ajo, po edhe vetë kryeministri po u kap duke vjedhur, po them prap, duke vjedhur arrestohet të flagrancë. Para ligjit janë të tërë të barabartë. S'ka aty, me që është kryeministër, me që është antare e Këshillit të Ministrave, edhe do ta lëmë ne të vazhdojë të vjedhë. Ç'është kjo logjik? Ku e gjetën këta këtë logjik? Po të gjitha këto ndodhin për një arsye më të rëndë, më vdekje prurse për kombin shqiptar, për popullin shqiptar. Ne kemi në fuqi një kushtetut që mbron hajdutët dhe kriminalët. Shton një kushtetut që mbron hajdutin dhe mbron kriminalin e veshur me pushtet. S'ka pushtet për hajdutin dhe për kriminalin. Për hajdutin dhe kriminalin ka vetëm drejtësi para hekurave, para prokurorit, para gjykatës, të dalë atje të shpjegohet. Që janë këto në nxorën tani pezullohet gjysmë e qeverisë. Nuk e pezullon njeri gjysmën e qeverisë. Dhe s'ka arsye ta pezullojë deri tani. Ajo qeveri duhet rrëzuar e tëra. Por tani jemi në kushtet që kemi kapur një person që ka vjedhur dhe ka grabitur prorat e shqiptarëve. Nuk do rrim vetëm aty. Avokat, kemi një rast, lutem. Kemi rast flagrant, rast shumë shpërthys në rjoll të Shkodrës. Në Lipoj ku janë ata. Dje dhe pas dje shkon policia e shtetit dhe dërgon aq më tepër, dërgon policin. I drejtojnë prap Ilir Prodës. Ilir, si rimëndjes, jam miku yt, jam patrioti yt. Si rimëndjes, mos u bën shkak ti që të përplasen njerëzit dhe përgjegjësia do vetet mbi ty, po ta them prap dhe një herë tjetër. Largo policin andej dhe atje problemin që kanë ata zotërinj pronarët e tokave atje të vend ta zgjidhin, ose si e ka që kërkon të marrë tokën atyre. Avokat, të lutem edhe diçka përpara se të kalojmë tek kjo, tek çështja e Ballukut. Si do vazhdohet tani, avokat, sepse syt janë gjithë aty, çfarë do bëj kryeministri? Do ta shkarkoj tani pasi pezullimi u rikthye? Do t'i heq imunitetin, pra do jap autorizimin Spakut që të vazhdojë me procedurat e tjera? Apo çfarë do bëj tani? Ai atë duhet të bëj dhe do ta bëj me një këmbë duke hedhur valle. Sikur të çmendet fare nga nervat, që ka dalë nga normat fare së gjikundi, dhe kaq sa del në publik dhe funksionon vetëm në efektin e kokainës, se ndoshta ai merr fund. Ajo do shkoj para drejtësisë dhe do jap llogari. Kjo ka marrë fund, ka marrë formën e prerë. Problemi është në çfarë mase do shkoj, sepse ajo para drejtësisë është, sepse ata do shkoj është e pandehur, do shkoj si e pandehur në para tokës e gjyqtarëve. Pra në gjendje të lirë. Se dim se si do shkoj. Do shkoj të jap llogari. Do shkoj të vihet përpara fakteve dhe përpara provave. Dhe gjykata do marrë vendimet që duhen. Mund të shkoj të gjykohet në gjendje të lirë, mund të shkoj dhe me hepura në duar. Nuk është e udhëse dhe nuk është e këndshme. Ju parashikoni që do kemi ndryshime në qeveri tani? Po patjetër do kemi ndryshime në qeveri. Ajo në qeveri nuk merr pjesë më, harroje. Ta harrojnë shqiptarët. Ajo më pjesë e qeverisë nuk do të jetë. Avokat, në parlament nuk mund të jenë gjithë unison që të votojnë gjithë pro kërkesës Spakut. Po thimi i fshet, ndoshta ka nga ata që mund të votojnë dhe kundër. Mund ta quajnë motivuar politikisht.
Ka dhe nga ata që u ka ardhur shpejtin majtë hundus nga Edi Rama, sepse po i leros, po i njollos që të gjithë me lerën e ti, me pislëtjet e tia. Pra, ai të gjithë deputetët e ti, të partisë ti, i ka njollosur me fekale, shqip. Dhe ata duhet të largohen nga ai. Po ka burra dhe gra me integritet atje që pak besoj se ka, po ka. Të dalën dhe që thonë, zotëria, deri këtu. Më tutje nuk shkojmë më, nuk merrem me ty, ne të mbajmë ty në pushtet që të shpëtosh ti të njollosemi neve, jo zotëri. Prandaj ata duhet të rresin mendjes ai. Po përfundimisht po të them këtë, Belinda Balluku do gjykohet dhe do dënohet. Këtë e di. Avokat, ju po flisim me siguri, por në këto 3 muaj të paktën, 2 muaj që kërkesa e SPAK-ut që po bëhen, por edhe përpara që kishte pritshmëri, edhe ajo nuk besoj që kanë duar kryq avokat. Ka bërë dhe ajo planet, skenaret e vetë, si mundet ta kapërcej këtë. Pra mund ta ketë ajo në jashtën në mëngë, në reagim, apo jo? Absolutisht jo. Asnjë as në mëngë nuk ka ajo. Pra, ju thoni që është duar pa kushte dhe do pranoj fatin që do i vinë, pas më duket kështu. Është absolutisht e fajtore dhe ajo, unë them absolutisht fajtore me këto që kemi, se vendimin e fundit e drejtësia, gjykata. Por ajo duhet vejt paraqitet para gjykatës. Pse trëmbet ajo të bëjnë gjykatë, çfarë ka? Jo. Pse mbron? Të lutem. Do bëjmë ca pyetje retorike që do t'i përgjigjemi vetë. Edi Rama po të rritë si në për ka në shkop me qëllim që ta shpëtoj atë nga përgjegjësia. Do më thënë të mbajnë pushtetin dhe të vazhdoj të vjedhë. Edi Rama trëmbet nga Belinda Balluku. Ajo është ashkur ajo. Ka edhe për Tahirin, edhe për Ahmetajn, edhe për Veliajn. Po ata nuk e kishin në dorë si që ka kjo Edi Rama. Se Edi Rama nuk do t'i marrëm asnjë gjë për bazë, do marrëm vetëm një fakt. Iku dhe vaqin në Turqi me zonjën Balluku dhe me një dorë fshiu 50 milion euro nga Arkeshtetit. Këtë gjë e din të gjithë, e din dhe unë e ti, e di gjykata, e di SPAK-u, e di prokuroria, e din të tërë. Si thua ti? Po nuk e di gjykata e apelit, se s'kemi ne vendim formës prerë për këtë. Po do vemi në gjykatë në shkallës parë njerëz vetë përgjigjet ajo për gjithçka që është akuzuar. Pastaj po doj dhe ta apeloj atë vendimin e gjykatës shkallës parë, po do vej se s'bën atë të gjykata kundër krimit, korrupsionit, krimit dhe